Stacioni policor në Suharik, fal bashkëpunimit me qytetar, ka pranuar një video incizim në të cilin shihet qartë se një person në një gazmend familjar në fshatin Grejkovc gjuan me një pushkë automatike AK-47. Me këtë rast shkakton rrezik të përgjithshëm për pjesëmarrësit në gazmend si dhe qytetarët e tjerë. Policia, pasi që ka marrë video regjistrimin, ka analizuar dhe ka identifikuar të dyshuarin. Më datën 13 gusht 2023 në orën 17, sektori i hetimeve të stacionit policor në Suharik, pasi që ka kontaktuar me prokurorin kujdestar, kanë marrë urdhër që të kryhet bastisje në fshatin Grejkovc në Suharik. Në vend të ngjarje në fshatin Grejkovc janë gjetur dhe sekuestruar 5 gëzhoja të kalibrit 7.62, një karikator, një pushkë automatike AK-47. I dyshuari është intervistuar në pranit avokatit të mbrojtës dhe është kontraktuar prokurori kujdestar me urdhër të cilët i dyshuari ndalohet për 48 orë. Ky nuk është rasti i vetëm që policia gjatë javës së kaluar ka sekuestruar armë në disa raste të ndara, kryesisht pas gjuajtjeve në gazmendet familjare dhe në kuadër të planit operativ goditja. Janë sekuestruar më shumë se 10 armë të ndryshme. Disa persona janë ndaluar në paraburgim. Policia e Kosovës disa herë ju ka bërë thirrje qytetarëve që të mos përdorin armat e zjarrit në përgazmende familjare dhe në të gjitha rastet toleranca do të jetë zero. Policia e Kosovës është e përkushtuar që të ofrojë rend dhe siguri për të gjithë qytetarët.